ke dy gjërat të cilat e qartësojnë qëllimin jo të mirë të lëvizjes vendosje në këtë pikë. Në anën në njërë në anë, mundoshin në vazhdimësi të thonin që opozita nuk po interesohet, është çështja e buxhetit, janë këta nuk edhe po e vonojnë procesin. Ne si opozit ne kërkonim që nuk i ke numrat, ka përfundu kjo çështje, të kryjm çështjet procedurale sa më shpejt, të shkon vendi sa më shpejt në zgjedhje, të zgjidhen institucionet dhe gjithçka le të futet në normalitet. S'kan lënë mjet pa përdor që të ketë vonesë në aspektin kohor për të pru datën 28 dhjetor. Çështja është, ne nuk i friksohemi diasporës, ata janë pjesa jonë dhe absolutisht në fundit jemi shqiptar, jemi vëllezër dhe s'ka të baj kurrë, çështja e votës është momentale, po është për të ardhur keq, domethënë edhe një herë po tham, ajo loja që bën vetëvendosja me ta, instrumentalizimi i tyre, që ka kalu edhe në një ekstrem të një pjesë të cilët i kemi po me gjuhën shumë vulgare, të cilët janë të vetëdijshëm edhe nga gjërat të cilat thojnë. Nërkaq që si opozit e keni përmendur se një nga arsyet e cila ka qenë që keni qenë për një datë tjetër, ka qenë fakti se data 28 është afër festave të fundvitit edhe shumë qytetar mund të mos i gjejnë në Kosovë, gjë që kjo pastaj më e rëndësishme do ndikojë në daljen e ulët të qytetarëve në zgjedhje. I friksoheni kësaj që do ketë dalje të ulët të qytetarëve? Edhe mund të ketë dalje të ulët të qytetarëve, mirë por 28 dhjetori nuk është në i datë e cila në vendet normale fort zgjedhet për të bërë si datë e zgjedhjen. Për shkak se njerëzit fokusohen tek festat dhe janë të orientuar tek përfundimi i vitit, pastaj edhe mbikëqyrësit ndërkombëtar të organizatave ndërkombëtare të cilat i monitorojnë proceset zgjedhore, ata nuk do të jenë në prezencën e dur në Kosovë dhe krejt këto janë gjërat të cilat në një farë mënyrë e lëndojnë procesin zgjedhor. Po në fakt lëvizja vetëvendosje duke munguar rezultatet e kapshme të tyre sa i përket qeverisjes që ka qenë një qeverisje shumë e keqe dhe shumë e dëmshme për vendin, tash po munojnë të gjejnë me mekanizmat të ndryshëm për të përfituar dhe për t'i përkthyer në votë pa ju interesuar dëmet e tjera të cilat mund të shkaktohen nga kjo. Të Dimaku, a nuk friksoheni që edhe dalja e ulët në zgjedhje do ndikoj vet fakti për shkak që qytetarët janë të zhgënjur që nuk patën gati një vet institucione që i kanë 3 par zgjedhje që i patën brenda një viti? Qytetarët, duke pasur parasysh këto, do duhet që të dilnin në zgjedhje, sepse fajtori është i qartë, fajtori ka një emër, ai është Albin Kurti. Për krejt këtë që ka ndodhur, për krejt këtë vonesë që ka ndodhur, fajtor është Albin Kurti. Me i pas 28 numra dhe me majt vendin pothuajse për një vit në një gjendje të tillë, kjo nuk ndodh askund. Kjo ndodh veç me Albin Kurtin sepse ai është politikani më i papërgjithshëm në raport me qytetarin që njihet në këtë vend. Kjo dikuj që nuk është, që është militant i tyre, i duket thot ku më di çka janë të thonë, po t'jeni të bindur që argumentet flasin që kjo është e vërteta. Ky është njeriu më i papërgjithshëm politik që ka pasur ky vend gjatë gjithë historikut të tij. Ta lësh vendin pa institucione duke pasur 48 numra dhe të mos e bësh asnjë hap serioz konkret që të krijosh institucionet, kjo tregon që ai nuk ka dashur ta bëjë këtë gjë. Nërkaq që si partia më e madhe opozitare nuk ndiheni pak në faj? Për çka të ndihet në faj Partia Demokratike në këtë rast? Po sepse është ditur që një parti e vetme nuk mund ta formojë qeverinë. Dhe lëvizja vendosje nuk është që nuk i ka dhënë alternativat të saj, është munduar edhe ajo ka dashur koalicion me LDK, nuk ka pranuar, ju si PDK jeni shprehur që jeni gjithmonë kategorikisht kundër, ka ndruar emrin e kryetares së kuvendit, ka ndruar emrin e mandatarit. Absolutisht asnjë veprim i lëvizjes vendosje dhe Albin Kurtit, të cilat po i përmend ti, nuk janë bërë në aspektin serioz të qasjes së tyre për të krijuar institucionet. Ato janë kanë lëvizje taktike për të përfituar në kohë nga lëvizja vetvendosje dhe për të qeverisur në mënyrë të tillë
duke mos pasur kontrollin e parlamentit, duke mos pasur asnjë lloj kontrolli të asnjë mekanizmi dhe për ta lënë hapësirën krejt të vetme që ai të manipuloj çysh duan me institucionet e vendit. Dhe në fakt e ka bërë këtë për një vit të tillë duke keq përdorur pozitat e tyre, herë po bën deputet, herë po bën ministër, herë po bën kryeministër, po shkoj diçka po miratoj këtu në qeveri, e ka çu dorën, po e çojnë kuvent, po kjo në një vend demokratik kjo s'lejohet. Këtë vetëm shoqëria jonë e ka lejuar deri tash. Dhe kjo sa më shpejt duhet të ndalet. Kjo është kundër çdo rregulli demokratik. Kjo nuk lejohet.